Deklaratat e Sali Berishës se narkosit shqiptar kanë vrarë kandidatin kolumbian për president, Miguel Uribe Turbay, nuk duket se kanë prodhuar tituj në media ndërkombëtare edhe pse ky ka qenë qëllimi. Siç ka qenë qëllimi në një mbledhje të Partive Popullore Europiane në Bruksel, kur e cilësoi qeverinë e Edi Ramës një narkoshtet. Ka shumë gjasa që në ditët në vijim të kemi një avancim të kësaj retorike, qoftë nga Sali Berisha apo edhe nga enturazhi i tij politiko-mediatik. Ndërkohë që panelet e darkës të flasin më shumë e të thrasin në skenë kokainologët më të famshëm të sferës mediatiko-televizive. Megjithatë, sipas gjasave, kjo retorik nuk do të ngjisë pikërisht sepse është kthyer në një refren politik që bëhet me fushata. Krimi i organizuar apo mafia si fenomen i rënd i konkluzionit të krimit me struktura të shtetit e shoqërisë është një debat ndërkombëtar tashmë. Trafishet, pastrimi i parave të tyre, riinvestimi dhe më pas ridaljet në investime diskutohen vazhdimisht në të gjitha vendet europiane e jo vetëm. Por këtë e bëjnë rreth par gazetarë të njohur investigativ apo ekspert që merren ditë për ditë me mafien, si për shembull prokurorët antimafia apo Roberto Saviano, që e nis dhe ngrys ditën vetëm në dosjet e prokurorisë apo vendime gjykatash. Politika kur e mbështet këtë betejë antimafia është pozitive, ndërkohë që më e rëndësishme është mbështetja me vepra e agjensive dhe institucioneve që e luftojnë mafien. Nëse Sali Berisha sulmon kreun e SPAK-ut Altin Dumani duke i vënë si mbiemër të një personazhi që prokuroria speciale ka arrestuar, vetëm dekurajon institucionin dhe inkurajon krimin. Kur Sali Berisha shantazhon kreun e SPAK-ut, prokurorët dhe gjyqtarët special natyrisht që kemi të bëjmë me një akt politik. Akt politik të cilin e lexojnë shumë mirë kancelarit europiane dhe ato amerikane në Tiranë më gjerë. Nëse shikohet me kujdes, motivi i shpalljes së Berishës non grata nga Britania e Madhe, motivi është i qartë për lidhje me krimin e organizuar për me mafien. E kjo ka dalë në letrat e nxjerra prej gjykatës britanike nga ankesa që bëri kreu i PD-s. E qeveria britanike e cila kur e mori këtë vendim, drejtohej nga të djathtët konservator, nuk ka bërë gjë tjetër veç se ka marrë një vendim politik pasi materialin ja ka sjell drejtësia e Mbretërisë së Bashkuar. Siç natyrisht ka ndodhur edhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit, për të cilën kanë folur disa herë zyrtarë të lartë të saj, që kanë thënë se kanë marrë dosje dhe materiale nga institucionet të rëndësishme amerikane që janë shqyrtuar me kujdese për një kohë të gjatë. Me fjalë të tjera, kthimi i retorikës antinarko si një fije bari pas zgjedhjeve nuk do të ngjisë, përkundrazi ajo është e lagur që në fillim. A nëse opozita krijon një narracion të drejtë të sinqert antimafie, e atë e kthen në një betejë plotë të gjatë, është një meselë tjetër. Por që të jetë besueshme, kjo nuk do duhet të trajtohet as nga Berisha e as nga njerëz që nuk e kanë besueshmërinë e integritetit dhe ndershmërisë intelektuale, po sa për teorik mund të flasin sa të duash këto 12 vjet, por do jetë thjesht një sallatë e grirë.